Institucionet shtetërore tani do të kenë në mbështetje dhe Qendrën Nacionale të Inteligjencës Artificiale e quajtur Qëndisësja apo në maqedonisht Vezilka. Profesorët më eminent të Fakultetit të Informatikës, të angazhuar në këtë projekt për zhvillimin e infrastrukturës digjitale për qasje në rrjetet ndërkombëtare, tregojnë benefitet e qëndisësës në jetën e përditshme të qytetarëve që janë të lidhura me internetin domosdoshmërisht, sikurse në punë ashtu edhe në kohë të lirë, edhe në gjuhën maqedone. Како универзитет имаме јасна одговорност да создадеме услови за развој на нови генерации истражувачи и експерти, да потикнуваме интердисциплинарност и да обезбедиме знаења што ги генерираме за да бидат ставени во функција на општествениот напредок. Вештачката интелигенција не е само технолошка алатка. Таа представува трансформативна сила што бара внимателно и одговорно управување. Ministri për transformim digital Stefan Andonovski tha se përmes qëndisëses edhe Maqedonia do të ketë qasje në superkompjuter dhe qendrat e të dhënave dhe zhvillimin e inteligjencës artificiale. Ai tha se dobi do të kenë edhe qytetarët për shërbime më të shpejta administrative, nga që ndërlidhen shumë institucione përmes kësaj shkence teknologjie. Почитувани, во последните години Европа јасно препозна дека иднината конкурентност нема да се мери само со патишта, железници или фабрики. Ке се мери со пристап до суперкомпјутери, дата центри, податоци, алгоритми и таленти. Токму затоа Европската унија започна со создавање на мрежа на центри за AI фактори низ цела Европа. Инфраструктура која треба да обезбеди институциите, европските истражувачи, компании и стартапи да имаат пристап до најсовремени ресурси за развој на вештачката интелигенција. Projekti kushton mbi 6 milion euro dhe bashkëfinancohet përmes programit Horizont Europa në kuadër të Komunitetit Evropian të Informatikës me performancë të lartë. Qëndisësja po zbatohet nëpërmjet një partneriteti strategjik me fabrikën greke të inteligjencës artificiale Pharos, duke bashkuar kështu vendin me ekosistemin evropian për zhvillimin e inteligjencës artificiale.